Bleva 200 kokë dhij alpine nga Zvicra dhe më lindi ideja që të ngriti edhe restorantin me prodhimet e mia. Punën e babait do ta çoj më shumë, më larg dhe më mirë. Unë vi nga Tropoja, tani jam e banim në Tiranë. Firma Lisat lindi si ide faktikisht edhe në Tropojë, prindit e mi janë marrë me prodhime bujqësore dhe blegterale. Babai im ka qenë bari me mbi 400 kokë dele dhe mbi 30 lopë deri vonë. Mbas ikjes së tij nga jeta, mendova që këtu në Tiranë mund në Vorë të interesohem për tokë edhe për të ngritë një biznes me blegtëri. E gjeta tokën që ishte në shitje, e blem tokën, mbas e bleva tokën, me lindi ideja për të ngritë edhe prodhime bujqësore edhe blegterale. Bleva 200 kokë dhij alpine nga Zvicra. Ecuria atyre në fillim ishte edhe sot edhe ishte e mirë. Edhe aty i zgjerua aktivitetin, domethënë deri në 250 copa, shtova delet, pula, rosa dhe ngrita edhe baxhën ku vazhdova gjitha prodhimet me blegterale, kosi, qumshti, djathi me krip, pa krip, djathi kaçkavall, gjitha në prodhim dhije, dhe këto në produktet e tjera, speca, gjiz, speca me ajkë, me salcë. Ngrita një dyqan këtu, në fillimisht, pastaj ngrita edhe një dyqan tjetër në ish fushë aviacioni dhe komuna Paraisit për të tregtuar prodhimet blegterale. Vetë natyrshëm lindi ideja nga prodhimi i kecave të shumt, pasi gjitha dhit gati i ban nga 2 keca, edhe delet që i rrita, domethënë edhe këto për mishin e qingjit më shumë, se sa qumshti nuk kërkohet shumë, dhe më lindi ideja që të ngriti edhe restorantin me prodhimet e mia. Dhe këtu restoranti që shihni është me të gjitha prodhimet e mia, mishi, i kecit, i qingjit, i cili pjeket në saç dhe me prush. Dhe prodhimet blegterale që prodhon nga baxha dhe tregtohen në restorantin tonë, gjitha bio. Këtu sipër kemi edhe 730 rranjulli, të cilat bëjnë prodhim për restorantin, vajin, ullit, por edhe tregtoj. Përsa i përket prodhimeve bujqësore, ne kemi tokë të mjaftueshme që mbjellim fasule, bostan, qep, hudhra, për të dalë më shpejt në treg, ose për të pas prodhimet tona në restorant, kemi ngritur sirën 750 metra katror, që gjatë gjithë vitit kemi prodhimet tona. Hapësira janë 5 hektar tokë. Vështirësitë e tregit janë të shumta, pasi konkurenca është shumë e mirë, por është e pandershme. Pasi në treg prodhohet djathi i dhis edhe qumshti dhe kosi, prodhohen me qumsht pluhur që na konkurrojnë në mënyrë të pandershme. Por faktikisht, në baxhën tonë, në firmën tonë, klientat besnik që nga viti 2017 që ka vazhduar e deri më sot, janë të gjithë vetëm sa shtohen. Këtu zakonisht vinë nga Tirana, Durrësi, zonat përreth këto qytetet e afërta, domethënë mëdha që janë Tirana, Durrësi, dhe emigrantat shqiptarë që vinë me pushime gjatë verës. Ata kanë një stacion, domethënë ulen rinas, do shijojnë nga ushqimet tradicionale tonat në firmën tonë, ikin me pushimin e jug, por gjithsesi në largim nuk lanë pa shiju edhe njerë ushqime tradicionale bio të firmës Lisa. Tridi u këshilloj që puna të ndërën. Dhe aq më tepër kur prodhon gjana që për shëndetin e njerëzit janë të mira dhe ju jepet jetë gjatësi edhe më e madhe me këto ushqime. Njerëzit të cilët i përdoren janë edhe të mirat monetare që të tërheqin, por dhe që i kjenë vendin tënë. Me këtë punë ja vlen për të marrë, është punë faktikisht me sforcë o kryj për arsye të konkurencës të pandershme, por edhe mos vënies dorë nga shteti për subvencionet. Por, po ju fute një punë, duhet t'i dalësh me apo ndihmën e shtetit,
duhet t'i dalësh. Unë nuk kam marrë subvencion nga shteti, por kam marrë deri tani. Përpunimi i qumshtit janë 3 veta, kurse në ke restoranti janë 6 veta që shërbejnë. Shumë mirë, biles në fillim kur kam kam thënë që punën e babait do ta çoj më shumë, ma larg edhe ma mirë. Për sa i përket, domethënë çurisë mbarvaqjes së punës sferës nuk kam kundërshtuar, por u bëj thirrje rinis se unë sot kam kaluar të 60-tat dhe po detyrohem që të shërbej, pavarësisht se kam edhe një biznes tjetër që merrem me ta dhe koha e shumt ja kushtoj kësaj. Domethënë ajo kohë që më ngel pushim vi afër edhe për veten një shlodhje, punoj, por edhe shlodhem, aq më tepër që është edhe relaks nga natyra, edhe ari trish në zmogën e Tiranës sot. Këtu ja zgjat jetën veti, kurse në Tiranë po qëndrohet në përbarë, ja ul jetën. Guri ranë peshon vend vetë, thonë një fjallë edhe, kështu që domethënë po se gjete veten në vendin tanë, unë s'di ku do ta gjash veten. Edhe për jetesë, edhe për njerëz, por edhe për natyrën e bukur, për njerëz të bukur që ka Shqipëria. E Kosova. Turistat kosovar e frekuentojnë jashtë edhe jam shumë mirënjohës, edhe kur largohen, domethënë e shprehin që e shijum ushqimet e Kosovës dhe firma Lisat. Unë jam Adem Trezhnjeva, pronar ortak i vetëm i firmës Lisat me adresë Çajvor, Tiranë.